Latina. Tani marrim Shqipërinë. Pse në Shqipëri? Më gjeni një vend tjetër. Po ma thatë që mund të krahasohet. Duhet pëse dy faktorë vendi tjetër. Të jetë një vend i mrekullueshëm, si vend, dhe të ketë një popullsi që mund të iki pa dhunë. A Shqipëria kjo? Pse një vend tjetër? Pse e konsiderojnë që mund të iki pa dhunë? Po e para herë të marrim pyetjen e madhe. Në vitin 90, çfarë donin shqiptarët? Në 90. Dikshit. Pse? Se jetonin ferr apo jo? Kur ikshin, nuk duket se kur ikshin parajs apo jo? Po e parajs është vërtet ferri. Jo, po e marrim, kujtuan se ikën parajs. Tani pyetja është, vërtet ishte ferr Shqipëria? Apo e bën ferr? Me bën që t'ikin. Pra bën një ferr në mes të parajsës. Po. E ku ka vend si Shqipëria? Shqipëria është vendi më i mirë në planet. Pavarësisht se duket sikur po fantazoj. Më gjeti një vend ta krahasojnë që ta mbyllun gojën. Ku ka i vend që të jetë mes gjithë Evropës, mes gjithë rrugëve, të jetë me 2 dete, të jetë vertikale si territor dhe të ketë gjithë dete anash. Që të ketë një rrip të tërë tokë bujësore, pastaj vetëm male të mbrojtura, dhe në këtë pozicion që ka, të jetë vendi që ka të vend të dytë përballë vendit të parë që është Norvegjia për ujëra të ëmbla. Sa ujë të ëmbël ka Shqipëria? Ujë ëmbël quhet ujë i pishëm. S'ka si shtet se çka në Shqipëria raport me territorin. Por edhe me këtë, a është vërtet avokat si këto po bëjnë diçka tjetër me këtë se çka po ndodh, që po shkatrojnë projekt lumejt, qëllimisht që ne mos kemi ujë. Ore po ndërtojnë. Se s'ka një plan tjetër pastaj për ujë kripës. Po ndërtojnë ferrin për ne. Ta kthen pish. Po ndërtojnë ferrin për ne. Dhe po ta mendosh holl, ky vend ka urën toksore se nuk ka asnjë vend në Evropë dhe e ardhmja shumë e afërt e planetit, pra mas 30 vjetësh, është që uji do kushtoj më shumë se nafta. Sepse ka një ndotje, ka ndotje të ujrave. Dhe ka mungesë, për shembull gjermanët ti nuk e di çfarë ujë pinë. Madje e thon disa që do të blihet me flori. Do të vinë një ditë që do të blihet me flori edhe ujë. Pyesni shqiptarët e Gjermanisë. Çfarë lloji ujë çes me pinë? Ujë gëlqeror. Që punon 100 filtrime, 100. Këtu ke ne thjesht i udhin ai mineral. Në klor sa për të na lënë neve sa më impotent, nga njëra dhe nga e dytë thjesht për të pastruar mbeturinat sepse keq mbahen këtë gjë. Dhe këtu abuzohet shumë me shtetin e Europës për atë që pinë ujë çes, pra kam rekomanduar kur mos pini ujë çes. Por, po ta shohësh, ujërat e burimeve tona nuk krahasohen me ujërat e Gjermanisë. Pasi vetë vendi është gëlqeror, Gjermania. Shqipëria ka të gjitha llojet e ujërave të mundshme. Gjitha llojet e mineraleve brenda. Ke nga veriun jo, pafundësisht ujë. Ore fut hap pomp, hap kështu me sond, del ujë për 40 metra maksimum. 10 metra del ujë. I ke parasysh puset. Ku ka vend si ky? Madje edhe puset i goditin një farë kohe. Çfarë thotë, është pjesë e projektit. Pjesë e projektit, prandaj po them, ka shumë gjëra detaje që çfarë s'ka bë. Ka dhe gaz. Pafund. Ka krom. Ka dhe hidrogjen. Që së shparë me sy, hidrogjen. Depozita nga më të dhejtë botë, hidrogenit. Natyror, jo ai që përpunohet fabrika. Ky vend ka ar, bakër, krom, nikel, ka gjithë mineralet e mundshme. Ky vend ka një klimë që në Saran ti mund të kpucësh bananën përballë lokalit. Dhe po shkosh në ka një miku ndim që në Himar e ka bërë vet. E ka mbjell vet pemën e bananës edhe çdo verë shkon. Po. Shkon ti pastaj në llogara, hypën kështu lart me fjalë, nga palasa, që është bërë si gaza, po ta shoh, gjë e neveritshme dhe shëmtuar. Dhe unë them, ata që kanë ble shtëpi aty ka mallku Zoti për trut që u ka dhënë, që janë idiot komplet që kanë ble. Të blesh aty. Është e frikshme të jetosh se u bë me gjithë ditën sot ajo ngjarje e mbrëmshme, nuk e di. E marrin pastaj, po se kam ke se është një ngjarje. Thjesht pra. Ka gjë më shëmtuar se njerëz ka që çka kanë mbledh aty domethënë, është djali i vogël i një çifti miqtan që janë dhënë protestë ditë, janë nga diaspora. Dhe për ati bëra një video vjet me Wilsonin mbi palas. Se ai kur kalon aty me prindit tha, "I babi, kjo që ka si gaza." Se kishte pa televizor gazën e shkretuar. Ju duk palasa si gaza. Shkova bëra video vetëm për atë fëmijë. Si ishte komplet e vërtet, ashtu ngjante si gaza. Pra, kamera kur e kapte nuk ka arritur do detaje. Që aty ishte shtëpi të rregullta, duhet si shkretuara. Ja, që shtëpiat më të shtrejta në Shqipëri. Mos zot, sot neveritshme janë.
edhe se i ka mallku Zoti, ke parasysh i ka shtrut, sepse u ka dhënë parat që janë të babzitur për t'i pas edhe u ka marr mend. Më kupton logjik, kanë harxuar parat në atë vend shëmtut. Dhe ajo që është e rëndësishme është që po ta kapësh gjithë këtë formatin e ambientit të, si thosh, formës tonë të ekzistuarit si territor. Ti shkon llogara dhe do të veshësh trikon. Po fal po ishte poshtë. Hype lart veshë trikon. Dhe aty ti mund të shihosh Kosën e Delës dhe një klim alpine apo. Tash nga Banania poshtë ke fresku lart. Po të ecësh akoma, të shkosh në Tropoj, ti mund të hash sa gështenja kontinentale. Dhe ndërkohë që gjithë kësaj rruge ma ka shpjeguar shoku im me historinë e një floriste, kështu quhet. Këto që kanë nuhatje dhe njohin florën, pra bimët. Pa. Kjo Gjermania ishte floriste, pjesë e shoqatës gjermane të floristëve. Po këtu në këtë shoqat nuk mjafton të dish, po duhet të ketë dhënë dhe Zoti çik nuhatje, se ka të bëjë me hundën. Kjo dallonte aromat në një copë qoshe të Tiranës, në periferi, në Fark, dhe u mrekullua, po merrte telefon shoqën e vet dhe i thoshte çfarë mrekullie, çfarë vendi jam, çfarë aroma ka këtu, aroma të bimësisë së ndryshme. E mori vesh shoku im ta çfarë thum? Unë kam se vend kot. Hajde smërmuj. S'ke pasi gjë. E çon Keptrodonit. S'keni pasi gjë. E çon Keptrodonit përballë patokut. Aty pastaj lutimenç. Ai spushonte të folur në telefon me shoqën e vet, se aty kishte një bimësi ke pasur bimësi lulesh pafundme, edhe ferrash, shkurresh dhe aromat e tyre kjo i dallonte. Dhe ishte një multi e papar. Pra ne kemi, na ka dhënë Zoti, një mrekulli, pra ne ka shkruar Fej Konica librin Shqipëria kopshti shkëmbor Europës juglindore. Po ndërkohë ky vendi nuk ka vetëm këtë gjë poshtë tokë mbi tokë. Ka disa gjëra të tjera, ka diellin. Pse më diell kanë gjithë thënë. Jo, të gjithë kanë diell, po varet sa diell kanë. Shqipëria është matur dhe konsiderohet një nga vendet më me diell në Europë, po jo në kuptimin Saharës. Kemi 300 ditë diell dhe kemi një nga klimat më të bukura dhe më të mira në Europë. Dhe kemi të ndryshme brenda një territori të vogël. Ti e di pse lezhjanëve dhe leçanëve u rrishin flokut gjithmonë kështu? Prej herës. Prej herës. Po ti e di shumë mirë se çfarë klime ka Durrës, në Vlorë, në Sarandë, apo gjatë vitit. Është një mrekulli. Po ndërkohë njerëzit avokat, s'kemi njerëz. Pra. S'kemi njerëzit. Ti ke privatizuar gjithë Bregdetin tonë, se po dal propagandë. Liçene pa nga jugu, Orin, Presë, edhe Adriatik. Ke këtë si quhet Shkodrës, të mëdhaja. Pastaj ke lagunat, Nartën, Karavastan. Janë ëndra më gjithë, kemi pas dhe më shumë, pe ka zhduken Veroxha, siç ka qenë Maliqi për shkak. Ishte një kryevepër. Ti ke përveç gjithë tyre, maleve të bukura etj etj. Ti ke gjuhë papame, ti ke historinë. Arkeologjia që ke ti në metra katror, për njësi për kilometër katror quhet, ti konkuron vetëm me 7 në Europë. Vetëm me një, e di ti me kë? Pse një të kujton që është Greqia. Me Zvicrën. Po prapë s'është në Europë. Jo, historike. Arkeologji. Vetëm Itali konkuron në Europë. E di këtë? Ti konkuron në Europë se vetëm Italia ta merr ty. Natyrisht Italia është më shumë nga gjithë. Po ty sa merr si vend Evropë për arkeologji? As Greqia për kilometër katror. E kuptove fjalën, për kilometër katror. Ne kemi histori arkeologjike e papar. Po kapësh rrugët, portet, detet. Më fal. Ku ka vend më gjeopolitik se Shqipëria? Pra, arsyeja për ta lakmuar Shqipërinë. Po politika ne që ti harrojmë tot, mos dim to vlera. Është paraj sa. Po nuk na i thonë që ne të mendojmë që jemi ferr. Jo vetëm nuk na i thonë, po na i zhbën, na i shkatrojnë dhe na i mohojnë, na bëjnë na nxjerrin shumë gjëra të tjera. Na mbushin mendin me gjëra të tjera. Që jemi ferr. Në fakt kemi parajs.